Ku do çoj? Me 5 lekë ku do çoj? Turpi zotit. Është turp për faqe të zezë. Fermerët që kanë kultivuar shalqinj në kallëm të madh në Bashkinë e Fierit, një nga zonat më të njohura për këtë kulturë bujqësore, shprehen se pika e grumbullimit po zhvlefson dhe po shkatron punën e tyre. Gjithçka ka të bëjë me çmimin që ulet ditë pas dite, duke bërë që ky frut tashmë të shitet nga fermerët tek tregtarët e pikave të grumbullimit me çmime që nuk justifikojnë as shpenzimet. 5 hektar shalqi dhe po e shesim nën kosto shalqi. Me 150 lekësh vend çmimi. Me ato nuk marrim as lekët tona. Ka 2 vjet sa më keq, ne po ham veten tonë. Tash tregtarët e mëdhenj çka ka ndikuar, gjë tjetër asgjë. Të dielën, siç folën dhe shok, ishte çmimi i arsyeshëm, kishte leverti. Ndërsa dje vendosin një çmim. Këtë çmimin e vendosin pikat, sepse s'mund ta vendosin 1 e 2, e vendosin disa të mëdhenj. Mund zbresi me 10 lekë, me 20 lekë, mund lëvizi, po jo me 100 lekë, është turp. E kjo, çfarë do bëjmë, do heqim dorën ato tokat, do t'i lëmë siç ka lënë shok. Kjo situatë, sipas tyre, po bën që jo vetëm të mos kultivojnë më këtë kulturë bujqësore, por po vret edhe shpresën e fëmijëve të tyre për të ndërtuar jetën me tokat që punojnë. Unë jam socialiste den baba den. Unë kam luftuar dhe me jetë për Partinë Socialiste e pa them Edi Ramës dhe të shikoj ku është. Edi Rama është kryeministri i Shqipërisë, po duhet të hedhë syt nga fshatarët, duhet të hedhë syt nga fermerët shqiptar, se Shqipëria po shuhet. Ai po thot mos ikin. Ku të rrim? Ne po punojmë s'po marrim. Unë kam 2 çuna na 20 vjeç. Tash ti vjet i thash prisni se mo do shkoj. Si vjet çfarë do t'i them? Po e dënojmë. Si vjet çfarë do t'i them? Ata janë 20 vjeç. Aty mos ngel mua lek. Pi unë një kafe. Po ata që janë të rinj. Ky është i dyti sezon në shitjen e shalqinjve që fermerët ankohen për çmimin e ulët me të cilin u marrin pikat e grumbullimit.